Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam kënaqësinë që sot kem të ftuar zotin Ernest Nasto, kryetari i Vatrës, studiuesi politikës së brendshme amerikane. Zoti Nasto, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën, Dilber, me kënaqësi. Faleminderit ju. Do të flasim për raportet me Shtetet e Bashkuara, jo vetëm të Tiranës, por edhe të Prishtinës, dhe raport të botës shqiptare me epokën e dytë të Trumpit, por dhe atë që po ndodh brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ndikuar dhe nga situata gjeopolitike, pra me konfliktet, sidomos ai që po ndodh në Ukrainë, që na ka prekur gjithë, pavarësisht se është larg, por ndikimi është sikur të jetë tek dera. Zoti Nasto, fillimisht ju lutem thoni si janë raportet tona të Tiranës me Washingtonin, sepse në ditën e gëzimit të pavarësisë ata na kujtuan problemet, luftën me kartelet. Po, pikërisht. Tani për këtë punën e marrëdhënieve ndërmjet Tiranës dhe Washingtonit, Dilber, unë do thosha që ato janë një pikë, si thuash, të ulët, por kur them të ulët, është gjithmonë në krahasim me atë euforinë e viteve, sidomos 2015-20, do thosha unë. Domethënë, kur ishte mbështetja nga administrata, ishte, si thuash, në nivel mjaft politik, në nivel tërësor, dhe ishte, si thuash, ajo pika më e lartë e marrëdhënieve tona me administratën amerikane. Dihet, siç e mbani mend, që ndikimi i ambasadorëve në atë kohë ishte mjaft i madh. Dhe sa për krahasim, mund të themi që ka kohë që posti i ambasadorit në Tiranë është vakant, apo jo? Po jo vetëm që s'kemi një figurë siç ishte Withers, Arvizuem, thash të tjerët, por nuk kemi fare. Pikërisht, domethënë kjo tregon diçka. Tashti, kjo është e lidhur me disa aspekte, them unë. Një aspekt është pikërisht vetë ndryshimi i kontekstit dhe i situatës politike në Washington. U ndrua administrata, dhe administrata e re dim që ka në fokus shkurtimin e shpenzimeve dhe shkurtimin e shpenzimeve jo vetëm brenda vendit, por edhe shkurtimin e shpenzimeve për ndihmat e jashtme. Këtë e pam me atë që ndodhi me USAID-in, për shembull. Një shembull kuptim plot. Tani, nga kjo nuk ka mundësi të mos ndikohet as Shqipëria. Dhe pikërisht ky është një aspekt pra i ndryshimit. Dhe unë e shikoj këtë Dilber më tepër në faktin që tash e tutje, duke filluar që tani, duke filluar që nga ky vit i fundit kur ka qenë administrata e re Trump në fuqi, duke filluar pra nga 25-a, fokusi i administratës, do thosha unë, tek problemet shqiptare ka qenë më selektiv, më i kujdesshëm për probleme të caktuara teknike, ka qenë më teknik. Nuk ka qenë një mbështetje politike në tërësi, siç ishte në kohën e administratës Biden. Pra janë tërhequr që të bëjnë për çdo ngjarje të rëndësishme nga një tweet në Facebook, për të dhënë mbështetja, janë tërhequr fare nga politika, pothuajse. E pra, sepse pikërisht them unë që kanë atë përqasjen transaksionale që administrata Trump shikon të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare tashti. Kështu që duke u fokusuar tek problemet konkrete, i tillë do të jetë, mendoj them unë, edhe ndikimi i ardhshëm i politikës ose i administratës amerikane tek problemet shqiptare. Pra, unë e shikoj këtë si një ndikim që do të jetë i varur nga performanca në aspekte të ndryshme. Për shembull, një nga ato, si thuash, prioritetet kryesore të administratës së sotme është lufta kundër karteleve, apo jo? Dhe këtë e kemi parë. E kemi parë edhe me vizitën që bëri ai zyrtari i lartë paracakohesh i Departamentit Shtetit në maj, ku u takua me zotin Dumani dhe u përqendrua tek lufta kundër karteleve. Dhe kjo do të jetë pra një qasje shumë teknike pra. Tani do të them, duhet merret parasysh këtu edhe fakti që ka ndryshuar dhe ajo dimensioni politik, sepse thash që ajo përkraja politike nuk do të jetë më e njëjta, po do të jetë për probleme të caktuara. Dhe këtu e shoh ndryshimin kryesor. Kritikat sot janë më të fokusuara, nuk është pra mungon ajo mbështetja tërësore. Dhe këtu e shikoj atë problemin kryesor me administratën amerikane,
fokusimi është te lufta kundër korrupsionit, siç e dini, dhe për këtë kritikat janë më të mëdha. Prandaj them që ajo niveli i marrëdhënieve nuk është fort i kënaqshëm gjithmonë në krahasim me periudhën e kaluar, sepse partneriteti strategjik do mbetet. Nuk ka asnjë dyshim që ne do të jemi partner strategjik. Por ashtu me atë intensitet si në vitet e kaluara, jo. Pra, po do t'i themi partneritetit strategjik, por jo do t'i themi intensitetit me cilin këto marrëdhënie ishin në Qeverisë administratës. Duke marrë parasysh edhe ndryshimin e gjeopolitikës, pastaj kemi afrimin me Rusinë, afrimin e administratës me Rusinë. Ballkani mbetet një zonë mjaft delikate sepse është pranë e NATO-s apo. Po, edhe futet siguria. Edhe diçka tek Tirana, tek kjo ftoja ose tërheqja e but ka ndikuar edhe kryeministri Rama me ato ndoshta shakat pa krip që ka bërë me ato, apo ndoshta edhe lobimi i opozitës me lacivitën atje apo jo. Po, e di se për kë thua, për atë episodin e pakënaqshëm të shakas, për cilën ne të gjithë e pam, domethënë që ishte një shaka drejtuar drejt presidentit Trump, mirë po pastaj ajo që më lë të paktën, edhe mjaft të tjerëve që me të cilët kam biseduar për shtypje të pakënaqshme, ishte ajo, si thua, justifikimi i sforcuar që zoti Rama mundua të bënte. Ishte një justifikim si nga e keqja, si thua. Tani, se sa ndikon kjo tek përcaktimi i prioriteteve për Shqipërinë, është zor ta thuash. Dihet që nga njëra anë presidenti Trump është i ndjeshëm ndaj këtyre gjërave, si thua, e ka lëkurën të hollë, siç themin në Shqip, apo jo. Nuk duron dot kështu tallje dhe fyrje. Nga ana tjetër duhet themi që establishmenti i politikës jashtme është përsëri i fortë dhe ka ca prioritete që mbase nuk mund të ndikohen nga këto incidente të kësaj rëndësie, por fakti është që marrëdhëniet janë ftohur pra. Tani atë nuk e dim pra, se sa ai incident i caktuar ka ndikuar, po as me Kurtin nuk janë marrëdhënie të mira, sepse Dashi e cilësoi pengesë. Ndoshta këtej mund të jetë kjo, nuk e di si mund ta cilësoj, prandaj është ideologjia më e fortë e Kurtit që është nuk lëviz. Tani çështja e marrëdhënieve të Kosovës dhe vetë zotit Kurti është një çështje tjetër dhe sigurisht që na intereson sepse jemi pjesë të gjitha trevave shqiptare pra. Por unë do thosha që ai vendimi Dylber për të ndërprer dialogun strategjik, vendimi i shtatorit, ishte një masë e rëndë dhe nuk ishte fare në favor të Kosovës. Kjo do të ketë pasoja, them unë, sepse ai dialogu strategjik shërbente si kornizë për zhvillimin e marrëdhënieve në shumë fusha. Domethënë, unë pres tash që të kemi rënje të bashkëpunimit ndërmjet Beogradit dhe Washingtonit dhe Prishtinës për çështjet e sigurisë, për çështjet e mbrojtjes, për çështjet e infrastrukturës, për çështjet e energjisë, sepse në të gjitha këto korniza ishte pra pikërisht ky dialogu strategjik. Në mungesë të dialogut strategjik tash nuk mund të mos influencohen edhe këto fushat e tjera. Kështu që unë them që kërkohet nga qeveria e ardhshme kosovare, që do të dali pas 2 javësh, sepse janë zgjedhjet, kërkohet pra një zhdërvjellësi dhe një kujdes shumë i madh, të thosha unë, në marrëdhëniet me Washingtonin. Po sanksionet që i vendosi Beogradit për naftën, mund themi që ishte ndoshta një përgjigje më e fortë se sa krahasuar me ato që i ka dhënë Bideni në këtë rast? Ishte një përgjigje për sanksionet ndaj Beogradit, sigurisht që ishte një përgjigje, por në krahasim me administratën Biden, unë do thosha që qasjet janë përsëri të ndryshme dhe nuk mund të thuash tash që cila administrat ka bërë më shumë për Kosovën. Është vështirë ta thuash sepse të dyja kanë pasur ato si thuash
pluset dhe minuset. Për shembull, të marrim vetëm një rast konkret. Mos harrojmë që presidenti Biden ishte njohës i mirë i çështjeve shqiptare. Dhe i çështjeve të Kosovës dhe interesave të Kosovës në përgjithësi. Tani, mandati i Bidenit koincidoi rastësisht me mandatin e Albin Kurtit, apo jo? Kështu që unë mendoj që kjo i dha një farë sigurie, si të thuash, Albin Kurtit, se çështja e Kosovës është e siguruar tash me Washingtonin. Dhe nuk i vuri shumë vëm revizive vogla ose të vogla krahasimisht, sesa kjo mbështetje e madhe politike. Dhe e pam tash që çfarë ndodhi? Ndodhi që administrata e re i dha këtë dënimin pra si me ndalimin e dialogut strategjik. Dhe justifikimi ishte që nga veprimet e qeverisë që është tash në fuqi, qeverisë, si mund ta quajmë këtë, qeverinë e detyrë ose qeveri e përkohshme, që nuk e ka mandatin e plotë. Po s'ka rëndësi, qeveria e detyrë. Tani, me çfarë u kuptua me këtë? U kuptua që Washingtonit, për shembull, nuk i pëlqen ajo qasja ndaj pakicës serbe në veri. Kështu që ajo me këtë i dha një sinjal pra qeverisë Kurti që ajo trajtimi i atyre pakicave është i rëndësishëm. Tani, këtu nuk është vendi që të gjykojmë që na pëlqen apo s'na pëlqen neve favorizimi i pakicave serbe. Por fakti është që për administratën amerikane del që është i rëndësishëm. Atëherë, prandaj thash që udhëheqësit e rinj kosovar që do vinë në pushtet pas 28 dhjetorit, duhet të jenë jashtëzakonisht të ndjeshëm dhe të kujdesshëm në këtë pikë. Të kalojmë pra nga ajo mbështetja e përgjithshme e çështjes shqiptare tek mbështetja për aspekte të caktuar, pra ajo mbështetja selektive dhe transaksionale. Tani, mos harrojmë që një faktor i rëndësishëm në marrëdhëniet me administratën e re Trump është kjo, që administrata e re, duke ju qasur të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare në mbi bazën e atij parimit me jep të jap, transaksion pra. Atëherë kjo të krijon mundësi për politikanët kosovar që të ofrojnë pra marrëveshje konkrete. Për shembull, ka shumë propozime për arritjen e një marrëveshje dypashë në fushën e sigurisë. Dhe kjo themun do të ishte një sukses i madh nëse mundet që të realizohet nga Kosova. Sepse do ta vinte Kosovën në një mbrojtje, në një ombrellë më të sigurt, të ngjashme me ato të NATO-s, edhe do ta mbronte nga ato ambicjet e Serbisë, dim që ato janë të pandryshuara, por edhe tek ambicjet e Serbisë duhet kemi parasysh që kjo strategjia e re e sigurisë kombëtare ishte shumë e butë ndaj Rusisë. Kështu që si do të ndikojë kjo tash, kjo butësi ndaj Rusisë, do të ndikojë tek afrim me Serbinë apo largim me Serbinë. Prandaj them që janë dy mundësi që duhen naviguar me shumë sukses, me shumë kujdes nga administrata e re kosovare. Këtu është gjithë puna. Po ndoshta për ta shtyrë përpara këtë fute edhe lobi jon atje, po nuk e di si është tani gjendja, sepse po shikoja para 1-2 muajsh shpenzimet që kishte Beogradi për lobim Shtetet e Bashkuara që krahasuar me ne dhe Kosovën që ne e thuajse zero. Është e vërtetë dhe për këtë unë do thosha që organizatat ose shoqatat e diasporës shqiptare këtu bëjnë, sipas mendimit tim, një punë të lavdërueshme dhe unë do veçoja këtu punën e Federatës Vatra. Mirë po, tashi ajo e veçanta e këtyre lobimeve nga ana shqiptare Dylber është kjo, që janë disa organizata të cilat kanë secila të pikën e fortë. Dhe duke vepruar të gjitha në atë drejtimin ku ato janë më të forta, atëherë mendoj që lobimi ymë do të jetë i suksesshëm. Për shembull, kur flas për Vatrën, meqense se jam vetë i përfshirë tek veprimtaria e Vatrës në Chicago dhe e njoh më mirë, kur flas për Vatrën, Vatra mund të përdori rrjetin e saj të gjerë edhe emrin e madh që ka si institucion. Sepse Vatra ka qenë dhe është akoma një institucion kulturor
historik, pra. Duke pasur parasysh rolin e madh që ka luajtur që nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në konferencën e Londrës e etj etj. Qëndresa ndaj gjatë komunizmit dhe të tjera. Ka disa organizata të tjera shqiptaro-amerikane, të cilat janë më të afta në lobim direkt për shembull, me antarë të Kongresit. Atëherë, duke bashkuar këto, mundet që lobimi ynë të jetë i suksesshëm. Tani, të gjitha këto organizata, dhe unë jam i sigurt që unë flas për Vatrën, domethënë me siguri, sepse atë e njoh mirë, siç thash, po të gjitha këto organizata pra të tre siç e dim. Dhe tani, sa do të jemi ne suksesshëm për ta bërë këtë gjë, atëherë varet nga këto faktorë që thash. Për ta mbyllur me çështjet tona këtej, kam edhe diçka për SPAK-un. Duket se është përfaqësuesi më i mirë Joni në arenën ndërkombëtare për momentin. Ndërkohë që nesër do zgjidhet kreu i ri, kemi pas një vizitë një zyrtari të lartë të Dashit në Tiranë, edhe në të dyja rastet, mes fotove që ka publikuar, ka zgjedhur edhe një prej kandidatëve, edhe një zyrtar para një muaji, por edhe i fundit. Mos është politika amerikane edhe me këto simbolet për dhënë një mesazh qartë se kush duhet të jetë? Simbolet janë sigurisht pjesë shumë e madhe e çdo lloj manovre politike, në politikën e jashtme sidomos, dhe unë do thosha që në përgjithësi njerë për SPAK-un, unë do thosha që vërtet sot, për mendimin tim Dylber, ai është një institucion mjaft i besueshëm në sytë e administratës. Ku e kemi parë këtë? E kemi parë tek prezenca e zotit Dumani, megjithëse ai është kryetari që në ikje, domethënë si thuaç, është prezenca e zotit Dumani në shtator, duket se ishte shtatorin e kaluar, kur u prit në ver ishte në shtator, po. Kur u prit në departamentin e shtetit. Po, atje sepse këtu u interpretua më shumë si vizitë familjare në një event familjar. Jo. Për ta, ndoshta për ta sfumuar. Nuk jam fare me atë, sepse nuk ka rëndësi fare se nuk ka as pak rëndësi se përse një zyrtar i rangut të tij shkon në Washington, nuk ka arsyeja sepse ai shkon në Washington, nuk ka asnjë rëndësi. Ajo që ka rëndësi është arsyeja sepse ai pritet në departamentin e shtetit. Pra ajo tregonte mbështetje jo vetëm për institucionin, por edhe për atë personalisht. Pra, bashkoi politikën amerikane sepse e dekoroi Blinkeni e priti edhe administratën e re. Pikërisht, domethënë që është një mbështetje në vazhdim me SPAK-ut. Por edhe këtu ka një por të madh tash me ndryshimin e administratës. Unë do thosha që ajo mbështetja në tërësi që ishte më përpara për SPAK-un, me fonde, me të gjitha, edhe ajo tash do të reduktohet në një mbështetje, do thosha unë, në aspektet të veçanta. Pra, duke u bërë më tepër e aspekti në nivelin e teknikës. Në qoftë se pra SPAK-u ka një performancë të kënaqshme në sytë administratës, atëherë ai do të përkrahet. Në qoftë se nuk ka një performancë të kënaqshme, atëherë nuk do të përkrahet aq shumë. Po nuk do të jetë pra një si thuash një përkraje në tërësi. Por do të jetë shumë e kontrolluar, do të jetë një monitorim shumë kritik, pra, i ngjashëm me monitorimin kritik që do t'i bëhet, dhe që po i bëhet krejt qeverisë shqiptare. Dhe kjo do të jetë ngjashme pra edhe për SPAK-un, pra do t'i nështrohet këtij monitorimit kritik për probleme konkrete, pra. Që do të varet, pra, si thash, vetëm nga performanca e SPAK-ut dhe se sa do të jetë kjo performancë e kënaqshme në sytë e administratës, e cila, siç e tham, dhe kemi thënë disa herë, që është fokusimi i saj është lufta kundër korrupsionit dhe lufta kundër narkotikëve, të cilin e shohim edhe ke politika e jashtme në aspekte të tjera të Amerikës. Kjo është. Tani çfarë po ndodh në politikën e brendshme amerikane, strategjia e sigurisë që u publikua pak ditë më parë kombëtare, por edhe ajo si lidhet dhe çfarë flitet brenda saj. Edhe për Ballkanin që e preket pak më parë që ka një lehtësi për Rusin si do të ndikojë në Ballkan, sepse në Komitetin për Politikën e Jashtme, ne mos gaboj. Ullara u ngritë një si formë alarmi që nëse ka një rrezik konflikti tre vendet e NATO-s këtu, pra Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi, janë në shinjestër.
Tani për këtë strategjinë e sigurisë kombëtare Dylber, unë do thosha që kjo është një temë vërtet e veçantë dhe meriton një diskutim shumë të gjerë, por nga leximi që i bëra unë asaj strategjie, unë konstatoj që ka një ndryshim ose një shkëputje të madhe me strategjitë e kaluara të administratave amerikane. Pra, kemi një shkëputje të, si thua, reale të Amerikës nga problemet e botës. Si them, kjo është shumë e përgjithshme. Pse? Sepse është drejt perëndimore. Kjo do të thotë pra që kemi një largim nga ato vatrat e zakonshme të përqendrimit të vëmendjes, siç ishte Europa për shembull dhe lindja e mesme. Apo jo? Po Europën e ka lëshuar tani, në Europë ai merret vesh vetëm me Erdoganin, i mjafton ai dhe pra pikërisht duke kritikuar në një masë të madhe Europën, siç e bën në këtë strategji. Edhe fundmi për Politico ishte mjaft i ashpër në atë intervistë. Ishte mjaft i ashpër pra, dhe kjo është një gjë që neve shqiptarëve nuk na pëlqen, nuk mund të jemi dakord me këtë pra. Ose të paktën shiko, çfarë do thosha unë për këtë Dylber. Brezi im për shembull, ose ndoshta edhe brez përpara meje, janë rritur me atë imazhin e Amerikës si mbrojtëse e vlerave demokratike në botë, edhe si përçuese e vlerave demokratike. Një mbështetje totale pra për vlerat e demokracisë liberale. Tani, me këtë strategjinë e re u bë qartë që Amerika nuk e ka më atë fokus. Edhe neve tash duhet të mësohemi me këtë rolin e ri pra të Amerikës në botë. Dhe kjo është pak e vështirë për të mësuar, po duhet të mësohemi se nuk kemi çfarë të bëjmë. Apo jo? Sepse është fjala që nuk mundet që ta shikojmë Amerikën si përçuese të këtyre vlerave, dhe do ta shikojmë tashti si një shtet, si një fuqi e madhe pra, që ka në fokus ka në qendër të prekupimeve të veta, ka interesin e vet si shtet, si fuqi e madhe. Dhe manovrat ose manovrimet që duhet bëjnë shtetet e vogla si Shqipëria, duhet të jenë pra në shumë të kujdesshme dhe duhet që të mos bien ndesh pra interesave të Amerikës si fuqi e madhe që është shumë, që është më e mira, është varianti më i mirë për ne pra, dhe të mos bien ndesh pra me interesat e Amerikës. Por nga ana tjetër, duke qenë mjaft e butë ndaj Rusisë, kjo nuk ishte një diçka e papëlqyeshme, sepse ne kemi ato mbështetjen tonë dhe synimin tonë kemi që të integrohemi në Europë dhe goditjet e shumta të administratës amerikane ndaj Europës janë diçka që nuk mund quhet si pozitive, pavarësisht se në shumë aspekte ato goditje janë të drejta. Por mungon pra ajo mbështetja në tërësi. Strategjia e re e sigurisë ishte shumë më e ashpër me Europën, siç mbase e ke vënë re dhe vet, po një pjesë. Sesa me Rusinë. Mendoj që nuk kishte asnjë fjalë dënimi për agresionin e Rusisë në Ukrainë. Kur Rusia ishte pikërisht agresorja pra. Madje ka ultimatum për Zelenskin që edhe pak ditë ka fat për lexuar. Po, duhet ta pranoj patjetër pra. Mirë, atë propozimin e dim që ishte në favor të Rusisë në një masë të madhe. Por ajo që bënte përshtypje dhe që nuk dihej deri tashti, sepse nuk ishte botuar ende strategjia e sigurisë kombëtare, dhe me botimin e saj u pa që problemi kryesor sipas administratës amerikane është dobësia e Europës. Ato problemet që thanë që shiko, administrata me pak fjalë Dylber u thot europianëve që ai meraku që keni juve për Rusinë është i tepruar. Kështu që qetësoni pak, mos u merakosni, duke nëse ju qetësoni dhe nuk merakosni aq shumë pra, atëherë Rusia nuk do të bëjë kërcënim. Kjo më duket mua sigurisht ndoshta Europa në momentin më të keq. Nuk është fare e pëlqyeshme. Edhe shenja e politikës i jashtme, skandali i korrupsionit në mes të Brukselit, një tjetër goditje dhe kjo dhe një imazh. Edhe ajo ishte goditje. Tashi, prandaj thash që nuk është se administrata nuk ka fare të drejtë në kritikat që i bën Europës. Por
kjo mund të ishte balancuar me disa kritika edhe ndaj Rusisë në fundit, apo jo? Sepse është Rusia ajo që po hedh bomba në Ukrainë. Është e vërtetë. Nuk janë problemet e brendshme të Unionit, ato që po shkaktojnë gjithë këtë situatë të nderë në Europë. Unioni ka problemet e veta, ka ato shpërdorimet e veta, ka atë ngadalësinë e vet në marrjen e vendimeve që kanë qenë gjithmonë problemet e Europës. Ka atë, si thua, rendjen pas elitizmit edhe mundet disa herë të shprehet edhe në kufizimin qytetarët e sotme e quan si shkelet të demokracisë me të drejtë, por kjo nuk mund të shmangi faktin që Rusia është problemi kryesor në këtë situatë, sepse atje po bëhet luftë. Dhe në një luftë të tillë nuk mundet që faji pra t'i vihet Unionit, sepse ka ato problemet e brendshme Unioni, mund të ketë pa korrupsion, mund të ketë ngadalësi në marrje vendimesh, mund të ketë ato problemet e gjithmonshme që ka pasur Unioni, pra. Nuk është ai fokusi. A do bëhet më rënd tani? Sepse Trumpi tek intervista për Politico tha nuk e përjashtoi mundësinë që të mbështeste në zgjedhjet që mund të zhvillojnë në Europë, pra në shtete të ndryshme edhe aleatët e tij. Pra të ndërhyjë dhe në proceset zgjedhore, kjo do ta agravojë apo do ta nxjerrë nga situata Europën? Do ta agravojë, them unë, sepse është ndërhyrje. Çdo ndërhyrje e administratës amerikane nuk është, për mendimin tim, nuk është e drejtë. Nuk jemi më në kohën e luftës ftohtë, sepse shiko, kur flasim për ndërhyrje të administratës amerikane në zgjedhje në vende të tjera, kjo ka një traditë të gjatë. Dhe duke filluar pra që nga zgjedhjet e para të pas luftës në Europë, ndërhyrja amerikane ishte e madhe. Por ama atëherë fokusi unik, si të thuash, i administratës atëhershme, ishte tek ajo qëndrimi ndaj Bashkimit Sovjetik. Kështu që administrata nuk mund të lejonte për shembull që në Francë ose në Itali, sidomos ajo e Italisë ishte rasti, se thuash, më flagrant dhe i ndërhyrjes hapur, që Italia të kalonte pra në bllokun lindor. Dhe u ndërhy. Pra kishte si thuash një fokus, por një fokus që ishte për mbrojtje në fund të fundit të vlerave të demokracisë liberale. Në këtë rast, ajo ndërhyrje do të bëhet për arsye më ideologjike dhe nuk do të kemi interesi administratës, pra nuk është ruajtja e vlerave të demokracisë, por është mbështetja e disa partive që janë më tepër në vijë pra me ato qëllimet e administratës së sotme dhe me parimet e administratës së sotme. Prandaj them që kjo do ta shpërsojë. Duke menduar që mund vinë dhe fronti kombëtar në Francë, llogarit çfarë mund ndodh me Evropën pastaj. Po, tani që në qoftë, pra, si do thosha këtë, Dylber, më fal, do thosha këtë që është tjetër gjë të thuash dhe të përkrash faktin që fronti kombëtar në Francë edhe partitë e ngjashme në vende të tjera nuk duhet të kufizohen në fjalën e tyre. Me këtë unë jam 100% korrekt. Por jo të manipulohen zgjedhjet në mënyrë që ato të fitojnë. Le ta vendosi vet opinioni publik dhe votuesi europian atë, se cila pikpamje i pëlqen më tepër. Domethënë një pjesë e madhe e problemeve që administrata shtron janë të vërteta për Europën. Por nuk mundet që kjo të bëhet pra me manipulime në interes të disa forcave që ndoshta janë edhe autoritare ose që nuk kanë një të kaluar të kënaqshme. Megjithëse kjo mund thuhet edhe për forcat e tjera, dhe forcat e majta në Europë, nuk kanë një të kaluar të kënaqshme, janë të lidhura me ish Bashkimin Sovjetik, me forcat e sigurimit të Bashkimit Sovjetik, kështu që në përgjithësi unë do thosha që ka një lloj zbutje të qëndrimit ndaj partive të djathta, zbutje të qëndrimit ndaj partive të majta në krahasim me qëndrimin ndaj partive të djathta. Pra, qëndrimi i opinionit publik ndaj partive të majta është më i butë se sa qëndrimi i opinionit publik ndaj partive të djathta. Ose thua është ai krahasimi që fashizmi
paraqitet në Europë si shumë më i frikshëm se sa komunizmi. Domethënë po të flasim për paraardhëset e të dy krahave, apo jo? Kur dihet që komunizmi ka qenë një forcë edhe një ideologji shumë më vrastare se sa fashizmi. Edhe kjo pra është një kontradikt e opinionit publik në Perëndim, të cilin administrata tash po mundohet që ta korrigjojë dhe ta korrigjojë me të drejtë. Por unë do thosha që jo me manipulim. Edhe diçka të fundit kam, sepse orët nuk do mjaftonin për të folur për këtë çështje aq më tepër për Amerikën, se andej kemi sy të gjithë, por çfarë mendoni që mundet edhe do bëj Trumpi në këtë një vit derisa të vinë zgjedhjet e mesmandatit, sepse pastaj rri edhe ju e dini më mirë, e merr edhe vëmendjen kandidati. Nëse nuk rikandidon vetë dhe nuk ndryshon kushtetutën. Pa çfarë mund të bëj Trumpi në këtë një vit si në politikën e brendshme po dha të jashtme? E ke fjalën deri në zgjedhjet për Kongresin. Po. Deri pas një viti. Se deri aty ka një vit. Po. Po. Se ky është një vit. Po, ky është viti i parë, po deri në vitin tjetër, pra që janë zgjedhjet e mesmandatit që me rrjedhën pastaj edhe kandidati që do jetë për zgjedhjet e ardhshme. Vëmendja shkon andej, besoj, më shumë. Ka një vit pra deri te zgjedhjet për Kongresin, nëse demokratët pra arrin që ta marrin shumicën në Kongres, pra në Senat, edhe në dhomën e përfaqësuesve, atëherë Trumpit nuk do t'i ngelet shumë hapësirë për të vepruar. Dhe do të jetë një president që do të jetë i pafuqishëm që të zbatojë në një masë konkrete. Por në lidhje me këtë, unë do thosha këtë, Dylber, që Partia Demokratike sot në Amerikë, në gjendjen që ajo është në këtë moment, është tepër e pafuqishme pra që të bëjë ballë lëvizjes MAGA. Sepse ata nuk po konsolidohen rreth një programi që të ketë kuptim pra për masën e madhe të amerikanëve, nuk po konsolidohen rreth një figure të cilën mund ta përdorin pastaj si kandidatin e tyre të ardhshëm në zgjedhjet e 2028-s, por kjo them unë do të ndikojë edhe në zgjedhjet e 2026-s pra, të vitit që vjen për Kongresin, sepse nëse Partia Demokratike nuk arrin që të konsolidoj një platformë që të ketë kuptim për amerikanin e thjesht, atëherë ajo nuk ka gjë në vijë. Dhe pikërisht kjo ishte arsye kryesore, do thosha unë, për humbjen e thellë që Kamala Harris psoi në zgjedhjet e kaluara. Platforma e tyre nuk përfaqësonte atë çka i duhet publikut amerikan, por merrej me ato fjalët e përgjithshme për ideologjinë e të shtypurve, për ideologjinë transgender, për LGBT, etj, domethënë që ishin që për në sytë e amerikanëve thjesht ato janë thjesht marrëzira Dilber. Dhe unë për këtë kam shkruar mjaft artikuj për këtë punë dhe e kam vënë duke pra këtë dobësi që Partia Demokratike në gjendjen që është sot nuk po i shpange dot pra kësaj dobësie. Pra varet nga performanca e demokratëve. Sa të hap do të jenë ata. Në politikën e jashtme, fundin e konfliktit e shihni brenda aktivitit që po vjen që mund mbytet në Ukrainë? Unë besoj se po, sepse presioni ndaj presidentit Zelenski është shumë i madh dhe ai tashti së fundi, këto ditë të fundit, ai pranoi që të mbajë edhe zgjedhje. Madje edhe për 6 ditë shpejt. Është një hap i madh përpara domethënë. Tash përpara apo mbrapa kjo varet se në kë flet. Domethënë është një ndryshim i madh në krahasim me çfarë thot kushtetuta ukrainase që nuk lejon zgjedhje në kushte lufte apo në kushte të ligjit të luftës, siç është tash. Kështu që ky lëshim kaq i madh dhe mund tregon që ata po e shikojnë, po e kuptojnë që nuk ka më mundësi, nuk ka më gjasa që lufta të vazhdojë dhe të fitojë në terren. E qëndrimi i Europës këtu mua më duket absurd, pavarësisht nga e drejta e tyre për të mbrojtur nga Rusia, sepse ata nuk i japin Ukrainës ose nuk e konsiderojnë Ukrainën si aq të fortë ushtarakisht sa të fitojë luftën në terren. Nuk besoj se Ukraina i ka mundësi tashti, sado që të armatoset, që të fitojë luftën në terren. Dhe kjo është
kjo është një politikë realiste. Në qoftë se nuk ke mundësi ta fitosh luftën në terren, atëherë duhet t'i nënshtrohesh pra kushteve që të vë pala fituese. Por negociatat mund të ishin në çik më të favorshme për Ukrainën, ose programi i paqes mund të ishte pak më i favorshëm për Ukrainën, por me sa duket administrata Trump edhe në këtë ka një atë qasjen që po e them prap që është transaksionale, sepse në qoftë se për Europën problemi është strategjik, sepse do që të mbrohet nga kërcënimi rus që duan të heqin qafe, ta mbarojnë. Nuk e duan që ajo luftë të vazhdojë më, dhe vetë presidenti Trump nuk do që ajo luftë të vazhdojë, dhe kërkon që ajo luftë të mbarojë me çdo kusht. Pra ta heqë qafe si problem, kaq. Nuk e shohin më pra në ato aspektin e sigurisë, ose në aspektin e vlerave strategjike, ose në aspektin e mbrojtjes së demokracisë liberale, që shqetëson pra Europën. Këtë duhet të them. Qasje e ndryshme pra. Dhe gjitha kjo reflektohet, siç e tham, edhe tek siguria e re e strategjisë kombëtare. Strategjia e sigurisë kombëtare. Të falenderoj shumë për gjitha çështjet që ju i zbërthyet dhe i bët më të lehta për t'i kuptuar për shikuesit tanë. Jam mirënjohës shumë për gjithçka që kontribuat. Faleminderit, me kënaqësi, gjithë të mirat.